Nuk e keni din çfarë po heq tu kisha më gati flok fare. Ashtu bën Delia në rregull. Delia, po. Mos harroni të merrni pjesë në giveaway. Mirëmëngjes. Dhe uroj një ditë të këndshme. Ora 6 dhe bato s'ka shumë që është zgjuar. A donim të zgjoheshim? Jo, nuk donim, po zgjuam. Përveç sakave, nuk po gjej ilaçe të tiroides. Mos e kam hedh pa dashje ose e kam futur në nxitim e sipër në një nga këto dollapet, nuk e di. Bato është duke luajtur me plastelin, i zbuloj djetë dhe nuk e keni din çfarë po heq, sepse ai shtyp edhe ngjiten kudo. Pavarësisht se këto që i kam marrë janë për moshë të vogël dhe nuk janë si ato të tjera që ngjiten direkt. Por që ja shikoni se çfarë po bën. Ka bërë këtë bazamentin e punës këtu. Po bën brum që më mëngjes. Përfitoj nga rasti që bato është i zënë për të bërë mëngjes dhe do bëj scramble eggs por me djath dhe do t'ju tregoj një metodë që jam duke përdorur kohë të fundit dhe më pëlqen. Pavarësisht se sot më mungon bërziloku i freskët, por do përdorim bërzelok të tharë erës. Edhe pse me bërzelok të freskët del shumë herë më i mirë. Në momentin që i hodha bërzelokun e thatë, mund t'i kishit hedhur atë të freskët, të coptuar, i jep një shije totalisht ndryshe vezëve, provojeni. Futa një cop djathë në gojë. Të kisha pirë së pari ilaçet, por nuk po i gjej dhe më duket i kam hedhur pa dashje dhe do të blej një pako tjetër. Ja si është gjendja, pas vetëm 5 minutash. Tani po kalon këtej. Si që thash, fati është që këto plastelinat ngjiten, po nuk ngjiten si ato tjerat në tapet, sepse imagjino çfarë do ishte bërë. Dhe gjithashtu, kjo është dhe një nga arsyet pse unë nuk bleva një tapet të shtrenjtë për sallonin, sepse dija që do shkonim drejt kësaj gjës. Kështu që ky ka qenë perfekt, lirë, neutral, mirë, lahet, bëhet, edhe po prish, nuk mërzitemi. Më në fund, po del pak dielli se gjithë nëntorin e kemi kaluar në shi. Të gjithë nëntorin dhe dhjetori, java e parë iku me shi. Një tmerr i vërtet. Dhe nuk kemi bërë dot asgjë, nuk kemi shijuar asgjë. Jam shumë dakord që duhet kemi vjesht, duhet kemi dimër, por më thëmë mas një muaj kemi edhe pak nevojë për diell. Nuk e di si a bëni ju që jetoni në vendet që kanë klimë, ku gjithmonë është mjergull, shi, ftohtë, gri. Jeni të fortë, sidomos pasi keni provuar klimën këtu në Shqipëri, por sigurisht keni edhe motive të tjera që jetoni, se ndryshe nuk do e kishit bërë. Por që është vështirë, jemi mësuar keq me klimë të mirë. Tregoj se si është dhe dhoma e Batos aktualisht, sepse nuk ka ardhur akoma që të shkatroj gjërat, por ja, e dëgjuat
Dhe aty kam disa zbukurime që më duhet të vendos në vend. Dhe e shikoni, ajo është si tip kornize që kam bërë për 1 vjetorin e Batos me fotot që nga 1 muaj deri në 12 dhe i kam bërë dhe të qerdhja një të madhe si vjet dhe ja kemi ruajtur aty. Dhe këtu i kam vendosur këpucët se ka dëshirë t'i zgjedhë vetë. Ndërsa kjo këtu është skuteri që mori dhurat edhe ca dhurata tjera që ka marrë. Dhe pemën që bëm bashk ja kam vendosur këtu. Kam lënë akoma për gjys pjesën e shtëpisë dhe dua t'ja përfundoj. Këtu doja t'i tregoja këto qirinjt që kam shtuar. Pulti erdhi. Kam shumë vite që i kam, mund kem na 3-4 vite, mi pa dhuruar një brand që ju kam treguar edhe në vlog Masjen Ylli para 100 vitesh kur i kam bërë. Dhe është hera parë që i vendos, po duken shumë lezetshëm. Sot kam ditën e trajtimit të flokëve skalpit me vajin nga Ada Herbs. Unë e quaj vajin superfood, si që kam vënë dhe ato emrin. Kur e përdor një vazhdimisht, flas në një periudhë të caktuar 3 muaj, vini re diferencën. Unë kur linda, nuk është se pata me një herë rënje të flokëve, mbani më në besoj, por rreth muajit e 4 filluan të më bjenin shumë. Dhe çfarë vura më shumë problem tek vetja ime ishte fakti që nuk kapja dot flokët, sepse këtu s'kisha më gati flok fare dhe tani kam shumë flok të reja, madje kam flok të reja që janë bërë si balluke, se nuk ja tregoj dot. I kam flokët dhe pak me si gjel, shikojeni sa të gjata janë bërë këto flokët. Dhe këtu e kam vënë re shumë diferencën që tani mund t'i kap më lehtë, se më përpara më dukej sikur më kishte vajtur balli këtu, literalisht këtu, dhe jam mbushur komplet me flokë të reja, se sigurisht më ranë dhe do t'dilnin, por procesi ka qenë më i shpejt që kur përdor vajin, gjithashtu flokët po rriten më të shëndetshme, më të dendura, kanë shumë shkëlqim, paktën këto po vëre unë të vetja ime si diferencë që kur përdor rutinën e Ada Herbs, dhe gjithashtu flokët rritin më shumë volum. Kur përdor të gjithë setin, pavarësisht se përdor dhe vajin, përdor dhe këtë, shikojeni, dhe shampon, nuk është se floku rëndohet, madje floku qëndron akoma dhe më gjatë, më bukur, dhe kjo gjëja tjetër më pëlqen shumë, se me flokët që i kam tani, unë i prek shumë dhe bëhen shumë shpejt për t'u larë. Do t'ju shpjegoj gjithashtu edhe faktin që unë kam, mund kem 4 muaj me këtë vajin dhe shikojeni sa është konsumuar, shikojeni. Dhe kjo, njëjtën periudhë, këto i kam përdorur më shpesh, se këto e përdor dhe 2 herë në javë dhe 3 herë, ndonjëherë aplikoj edhe pasi kam krijuar flokët, kur dua t'i stiloj ose t'i jap më shumë butësi dhe shkëlqim, dhe shikojeni. Pastaj gjë tjetër që përveç se më komplimentojnë gjithë për flokët, po literalisht të gjithë, dhe një gjë tjetër që më komplimentojnë është aroma e flokëve. Do t'ju tregoj dhe shampon, se ngelja për gjys pa aplikuar. Kjo është shampoja me mjalt që ka marrë hekrit, shikoni, po thoj se është drejt fundit, duhet t'i marrë një refill, dhe kjo është shampoja ime me ekstrakt të gjethit të rushit për mua që prek më shumë flokët që kanë më shumë tendencën e yndyrës. Është një shampo, kjo shumë safe, të dyja janë shumë safe, dhe madje një ditë ja kam larë edhe Batos dhe i kanë ndetur shumë bukur flokët. Është safe për gjithë familjen, me që po flas tani,
Dhe një ditë ja kam larë dhe Batos me këtë me mjaltë. Sigurisht Batos duke bërë një zhurmë tek dhoma, duke shkuar tek dhoma që të shkatroj edhe atje vendin. Do të tregoja dhe refillin. Herën e fundit kur i bleva hekrit këtë, vetë mora një refill, pra nuk kam nevojë që të rimarr paketimin dhe mora këtë refillin e madh. Refillin e madh. Kjo është refillin që mjafton për 2 herë. Dhe zakonisht shampoja zjat 1 muaj gjys 2 muaj, zakonisht gati 2 muaj, që është ajo që konsumoj më shumë, ndërsa këto, siç ju shpjegova, shikoni sa gjatë ju zjasin. Këto jo them sepse pavarësisht se për shembull produkti mund të ketë një vlerë të caktuar që lidhet edhe me përbërësit, me mënyrën si prodhohet, përmbajtja, sepse realisht ka cilësi, por nga ana tjetër ju zjat në kohë dhe është një lloj sikur të blini produkte që kushtojnë më lirë, por që do ju duhet t'i bleni më shpesh dhe si përfundim shkoni tek e njëjta situation, pra harxhoni dhe madje më shumë lek, sepse ndonjëherë ne fiksohemi tek çmimi momental, por çmimin duhet të shikuar edhe në vazhdimsi, jo vetëm në ato momente që na duket lirë, të paktën unë këtë e mendoj, sepse e kam parë me shumë produkte dhe nga eksperienca. Dhe nuk e di a duket, po realisht po mbushem komplet me flok, sepse më duke vetja sikur po bësha tullace dhe nuk i kapja më flokët. Unë gjallë nuk i kam qef t'i kap flokët, nuk më pëlqen, më duket vetja shumë keq, se di, të paktën shumë jepet përshtypja, por të tjerë më thonë që duke më bukur, nuk e di. Por tani edhe mundem t'i kap më shumë, është mbushur komplet kjo pjesa këtu. Pastaj sigurisht edhe këtu poshtë më kanë dalë shumë flokë që nuk duken, nga që jap shumë, këto janë gjithë flokë të rinj, nuk duken nga që i kam flokë të shkurtra tani. Se e zjata shumë të kjo muhabeti, po thjesht e ke parasysh muhabet gocash, nga që Bato luan dhe po shfrytëzoj rastin të bëj më pak muhabet. Madje një ditë, po për Black Friday më duket vajzat e The Herbs kishin bërë një ask me a question, edhe po e ndiqja me shumë kënaqësi. Mi kene një nga themeluesit, sepse po shpjegonte disa metoda shumë interesante për përdorimin e produkteve dhe më pëlqeu fakti se si tregonte miksimin e këtyre të dyjave kur përdor vajin. Dhe më duk shumë interesante, mësova shumë gjëra të reja. Nuk e di a do e shohin edhe një herë këtë vlog, por vajza bëni më shumë question and answer, bëni më shumë video të tilla, mua më pëlqejnë shumë. Nuk ndeza tharsen sepse jemi duke filmuar këtu dhe nuk doja të dëgjoj zhurma. Por një tjetër produkt se më kujtua, kam që e përdor ndoshta muajin e fundit më shumë, është face scrub, që është me ekstrakt limoni dhe ulliri. Ma ka mbyllur Bato dje se po e përdorja dhe ma ka bërë, ja shkoni. Veç që është aroma aq e mirë, duket sikur ke qenë në një spa. Më ka pëlqyer shumë ky produkti, sepse pavarësisht se eksfolionte në thellësi lëkurën, ishte shumë delikat. Unë kam lëkurë shumë delikate dhe mundohem të mos eksperimentoj shumë. Para disa vitesh ishte ajo peeling i kuq i The Ordinary që u bë shumë i famshëm, ishte viral, gjithë njerëzit thonë përdore. Edhe hajde thash po blej dhe unë si çdo person që është e diçka dhe thot po e provoj dhe unë. Nuk e keni idenë sa kam vendosur, ma ka rrituar aq shumë dhe që aty unë kam thënë që nuk provoj më nga këto peeling, exfoliues, e kështu gjëra të tjera, nga këto që shoh online, pa u marrë vesh mirë me veten time dhe me gjërat e tjera, sepse jo çdo gjë që shohim online funksionon për mua, për ty. Për shembull kisha shoqen time Rinën që e përshëndes, që më thoshte që asaj i pëlqente shumë ky peeling dhe e bënte shumë mirë. Ndërsa mua jo, kupton, prandaj është shumë e rëndësishme dhe të kuptoni lëkurën tuaj, çfarë përbërësi që janë në rregull për ju dhe ju bëjnë mirë dhe çfarë nuk është fajin, sepse përveç se gustove të kemi të ndryshëm, dhe jemi të ndryshëm sigurisht, por edhe aspekti i produkteve, jo çdo produkt përshtatet me të gjithë ne. Prandaj duhet të informohemi paraprakisht. Tani po shkoj te Bato se nuk e di. Pas ka kthyer për mbys monopatën.
Tani ta vjeshin pucën. Vëre këmbën këtu. E di që mund të duket sikur bën shumë pis. Dhe me qëra fjalla, kjo është tavolina e re që kemi marrë. Dhe me siguri e keni parë këto ditë, që na shihni për ditë, po kam harruar t'ju tregoj. Tani, nisi me faktin që po ju thoja për plastelinat, e di që duket sikur bën shumë pis, realisht bën pis. Por, nëse doni një aktivitet që fëmia të luaj gjatë me veten e vet, të krijoj dhe sigurisht të bëj pis, se cili fëmijë nuk bën pis. Plastelinat janë perfekte, është hera e parë që jam marrë Batos, jam marrë te Megateku, këto ishin nga mosha 2 vjeç e sipër, shikoni specifikat. Dhe Batos si dje si sot, po rrin këtu edhe tani e hapun tani. Bëj një xhiro të tavolinës tek punëtoria e Batolinës, në sakt. Është këtë material. Është e fortë sepse ka të njëjtën nuancë si mermeri që ndodhet te shkallët e shtëpisë ku jam rritur unë, që jeton tani vëllai me Olën. Dhe historia kësaj tavolinës është që unë e kisha parë te kjo faqja online, që ka gjëra shumë veçanta faktikisht, dhe po kërkoja këtë tavolinën. Kisha shkuar te Brunes, kisha shkuar Megatek, kisha shkuar atje te Prestige Home. Kisha parë dyqanet ndryshme dhe online në Prishtinë, po kryesisht ishin të njëjtat gjëra. Unë doja diçka rrethore, jo shumë të madhe, se me cepa kisha merak për Baton dhe e dëshiroja një material. Dhe pas shumë hulumtimesh kisha parë këtë që i përshtatej asaj çfarë po kërkoja. Unë nuk e doja shumë të errët për të mos errësuar akoma, duke qenë se ishin dhe këto divanët e errët dhe kështu me radhë. Iku me hekrin Bato. Ike! Dhe pash të tek dyqani, por kushtonte diku tek 500 euro, nëse nuk e gaboj. Dhe kisha lënë se keni parasysh mu duk too much që të harxhoja 500 euro për një tavolinë mesi për këtë apartament. Se po t'ishim një apartament tonin, është gjë tjetër pastaj. Megjithatë e pash edhe fajn, isha interesuar për këtë në fillim të tetorit. Kur javën që kisha ditëlindje, më thonë familjarët, mami, tezja, vllai, çfarë ke dëshirë për ditëlindje, ke 35 vjetorin, kështu më radhë. Dhe thashë jo, nuk dua gjë, pastaj kisha parë një palë çizme lëkure. Ndërkohë po shoh se po kaloj nga muhabet, po këto qirin që janë kështu bëhen grop, ndryshe nga qirinjt e tjerë që janë me vazën e vet, që rrojnë pak më shumë. Këto më duket sikur rrojnë më pak, do i kenë bërë kastile ndoshta. Unë nuk jam ekspert e qirinjsh, por i thash do i kenë bërë kastile që të harxhohet shpejt qiriu që të blejmë tjetër. Se s'ka, as një javë. Dhe i thash ndoshta do marr një palë çizme lëkure, se sigurisht fanatike siç ja dhuroj çizmet. Kur një ditë para ditëlindjes time, shikoj që ky dyqani online i kishte bërë me ulje. Tani nuk e mbaj mend a ka kushtuar 500 duket kushtonte diçka tjetër, nuk e mbaj mend për këtë, se ndoshta mos ja kam egzageruar çmimin, por më duket se jo. Duhet të hap chatet të shoh nga komunikimi dhe shoh që kishin bërë me ulje këtë dhe ishte 195 euro. Në momentin që e shoh, i them mamit që dua të marr një tavolinë, kështu që më jepni çka keni dëshirë ju, pjesën tjetër do e shtoj vet. Dhe kështu bëra, domethënë dhe bleva këtë tavolinën. Domethënë bleva tavolinën që ma dhuruan, më saktë më dhuruan këtë tavolinën për ditëlindjen time dhe u gëzova shumë sepse shkon shumë këtu. Shkon gjithashtu edhe aty ku kam librat, po aty është një kënd që për momentin nuk kemi vendosur akoma se çfarë do bëjmë. Sepse këtë muaj u mora me pemën, jo ditëlindja e Batos, jo ditëlindja ime, tani është viti i ri, domethënë nuk e kemi shumë mendjen për ta rreduar, sepse nuk jam as e bindur për diçka aty,
O po mendoja ta bëja gjithë murin bibliotek, ose të vendosa një gjë aty. Nuk e di, kam paca gjërat e Zara Home, por prap duken shumë shtrenjtë, sepse është një gjë shumë e vogël që mund vendoste librat, por pastaj do detyrohem që më vonë të marr një tjetër se më shumë libra shtohen. Kështu që nuk e di, nuk jam shumë e bindur akoma për atë cepi, ndërsa tavolinën ma kam pëlqyer të gjithë kush ka ardhur në shtëpi, madje e kam prekur, e kam pyetur, sigurisht nuk është mermer i vërtetë, pavarësisht çmimit nuk është mermer i vërtet, por është një imitim shumë i mirë, sa që duket si i vërtet dhe është rënd, nuk është si kauçuk, nuk e di çfarë metode kam përdorur, por që okay, ja vleti si gjë. Tani u zgjua hekrit dhe do ndrojmë turnin. Unë zakonisht marr turnin e mëngjesit, edhe pse ndonjëherë kam nevojë të pushoj, se ky turni është 24 orë në 24, 7 ditë në 7. Dhe do vija i të ri me baton, ndërkohë që unë do laj flokët, do bëj dush, dhe bato hëngri vez, dhe tani mori sërish energjit dhe erdhi këtu te kamera për të na pestisur. Ha bato. Përshëndetje bato. Nuk del aty, jo, është këtu. Por përpara se të lahem, duhet t'i bëjmë lavazhin e hundëve batos. Nuk është se ka qef shumë, por është e vetmja mënyrë që të zhbllokohet totalisht, se me gjithë të viroza, edhe pse si që kam thënë deri tani nuk ankohemi, këtë vit kemi qenë shumë herë më mirë me virozat, por ja tregoj është thjesht ky uji fiziologjik, nuk është asgjë tjetër, se nuk dukej mirë, nuk fokusohet te kamera. Ja, mëngjesi hekrit. Ajo që përgatita dje, po i hedh pak mjalt. Do i hedhësh kos grek? Jo se. Jo, nuk e pëlqen shumë hekrit. Jo, aciditet mëngjesin pëlqen ti. E di. Ko bato është duke hëngër një snack tani, moll. Do të hekri kjo që kam bërë mund dali mirë, po t'i shtojmë edhe banane. Unë faktikisht bëra këtë recetën me moll, por është e vërtet me banane dalin pak më të ëmbla. Dhe del më mirë, po mund t'i bëjmë dhe me të dyja bashkë. Po, edhe lidhur banane më mirë. Më mirë thua. Mu duk mjaft të lidhur. Se ka dalë si tort tamam, si sponge kështu. U anullua pjesa e dushit, se më tha hekri ta bëj gati baton, në mënyrë që pastaj ai ta çojnë qerdhe sot dhe unë të kem mundësi të bëj dushin në rehatin time. Se e keni parasysh si bëjmë gjërat në mama duke prapuar gjithkohës. Bravo. Opa. Batën e vesha e kam këtu që mbulohet me astët dhe vazhdoj t'i vesh akoma për në qerdhe atletet e Chichibanit, sepse më duken ato më fleksibël, pavarësisht se edhe në dollap brenda ka atletet e tjera më bukura, më trendy, kështu, por në përfundim i marr këto se më duken më praktike për në qerdhe, hapen mbyllë, janë shumë t'lehta fleksibël. Si që kam thënë dhe herë tjetër, në qerdhe i kam kërkuar që mos t'ja mbajmë veshur gjithkohës këpucët. Mo bato, kujdes aty se ke telefonin e mamit. I bëra gati një ndrim, 3 pampersa edhe krema dhe gjërat e tjera. Nuk është se i çoj shumë gjëra, t'i fus edhe ujin, by the way, sepse kur e marrëm nga qertja, fillon thot uj, dhe po s'kishim ujë me vete. Një herë, të vetmen herë, do me thënë që batos ishte lagur dhe kishte nevojë të ndrohej, imagjinoni, do me thënë, unë në vend që t'i fusja tuta dhe hudi, kisha futur 2 hudi. Atëherë që duhet, atëherë unë kisha gabuar dhe më thot kisha make-upet brenda. Dhe edukatorja ja kishte veshur një palë të shokut të qerdhes, nuk e di si i bie, sepse s'kishin si ndryshe. Atëherë që fiks të nevojitet që të kesh ndrimi me vetë, atëherë unë gabova. Domethënë gjithmonë ndodh kështu. Sepse asnjëherë tjetër nuk ka pas nevojë që t'i fusja shumë gjëra brenda ose vinte i ndruar, gjithmonë paka shumë me rroba që e çoj në qerdhe. Më bato.
O zot si janë bërë thonjt nga plastelina, sikur nuk ja për kemi prerë, sikur ka ndetur dhe gjithë kohët. Tani, kjo është Matja. Po, mjau, po kjo kush është? Qeni, do e thush qenin apo do thuash vetëm si bën? Mirë. Pastaj shikoj këtu Lopa. Bravo, sot s'do të thuash fjalët, ë? Delia. Po Delia? Ashtu bën Delia në rregull. Delia, po Qenxhi? Qenxhi, po Tënzi. Oh, ku është syri? Bravo. Hunda? Po Hunda? Prit, ku është Hunda? Këtu, jo te syri. Po goja? Bravo. Po koka? Koka, bravo. Po veshi? Nuk do t'i thuash ma, po jo te ti. Po barkun, ku e ka barkun? Mirë, më fal. Po jo, është makina, ka gjitha ja thun italisht. Vjen me qesh sepse po i thoshte në anglisht tani makinës, por kur i thot pastaj i thot makina, i thot në italisht. Dhe ato isha duke thënë që gjitha ja thon në anglisht, në italisht, por në shqip kështu makina nuk e thot, e thot makina. Gjithashtu edhe pjesët e trupit, çdo darkë përpara se të flem gjumë, ulem me të dhe i mësoj fjalë të reja. Se kur ja pyet me libër, i ka shumë bezdi. Bato është një fëmijë që nëse ti thu ç'ash kjo, ç'asht ajo, nuk ta thot, nuk ka dëshirë, e shoh që nuk do që ta imponosh, ta pyesësh. Dhe prandaj po bënte këto zhurmat që bëjnë kafshët dhe nuk po thoshte fjalën sepse realisht e ka shumë bezdi. Por çfarë bëj çdo darkë është që ulem me të dhe filloj them koka, floku, syri dhe ai një të gjë bën. Dhe madje është mësuar aq shumë sa e bëjmë të gjë, sa që kur e filloj të përgatis për në qerë dhe për në gjumë, fillon vetë mi thot sepse është mësuar dhe çdo darkë i mësoj nga një fjalë të re dhe po i thosha mamit që një ditë i mësoja fjalën dritarja. Se ulem atje në dhomë dhe çfarë shoh objekte i them dritarja, drita, dera. Edhe i thash dera, drita dhe pastaj po i thosha dritarja, po hiç mendjen që drita, dritarja pak a shumë ngjasojnë shumë me si fjalë. Edhe ky shkreti i thosha unë dritarja dhe ja bënte drita, se nuk arrinte dot të ndoshta të kuptonte diferencën, nuk e di, se jam bato. Por që një ditë po i mësoja për barkun, gjuri, koka, dhe tani kur i dhem diçka, për shembull thot koka ose goja kur ishte me një si tip viroze që i kapi mishrat e dhëmbëve. Dhe kështu nuk don mënyra të tjera mësimi pato, e ka shumë bezdi. Nuk don vetëm gjëra që ti përfshihesh me të, por jo ti thuash çfarë është kjo. Ti tregoj diçka që ky Rio ka qef të flej në rrobat Lara. Ta nxora nga shugatriçja rrobat. Mpat, shikojni kush erdhi me njëherë. Rio. Vendosa që të bëj një video pak më kreative sot. Për këtë isha veshur shumë të kuqe dhe pata të dhuratat dhe ndoshta së shpejti do ta shihni në social media videon dhe shpresoj t'ju pëlqej. Dhe nëse nuk më ndiqni akoma në Instagram, Romina.Gjinali. Mirë pra, shpresoj që ky vlog mas t'ju ketë pëlqyer, ishte pak më i qetë, më familjar, më në shtëpi, sepse jo çdo ditë dalim dhe bëjmë gjëra, e dini, por doja t'ju merrja dhe në përditshmërinë tonë. E thënë kjo, unë do ndrohem se do iki në punë dhe nëse doni ju t'rregoj stilimin e flokëve që kam bërë sot, por mu prish, nuk është më si qishte, sepse nuk kisha lak, më kishte mbaruar edhe nuk është më si që shihni, si qishte. Këto vatët i kam nga dasma kur jam martuar, i pata porositur këtu në Tiranë dhe duke kanë shumë bukur, kisha shumë kohë pa i veshur. Kaq, ne do shihemi sërish nesër. Mos harroni të merrni pjesë në giveaway, ne do shihemi sërish nesër.